Pas disa muajsh stabiliteti, inflacioni në Shqipëri ka dhënë një sinjal rritje gjatë muajit qershor. Sipas të dhënave më të fundit, rritja vjetore e çmimit arriti në 3.2%, duke kaluar për herë të parë pas një periudhe objektivin prej 3% të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Kjo normë përfaqëson nivelin më të lartë të regjistruar në muajit e fundit dhe tregon se presioni mbi koston e jetesës vijon të jetë e pranishme për familjet shqiptare. Në terma praktike, një inflacion prej 3.2% do të thotë se një familje që një vit më parë shpenzonte rreth 50.000 lekë në muaj për të njëjtën paketë madrash dhe shërbimesh, do duhet paguaj afërsisht 1.600 lekë më shumë. Rritja nuk nënkupton që çdo produkt është shtrenjtruar në të njëjtën masë, por se niveli mesatar i çmimeve për ekonominë është rritur në këtë ritëm krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave, ndikimin më të madh në rritjen e inflacionit e kanë dhënë produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike, të cilat kanë kontribuar në 1.02%. Për treguesin total, pas tyre rënditen shpenzimet për banesat, përfshirë qerat, ujin, energjinë elektrike, gazin dhe karburantet, me një ndikim prej 0.96%. Në rritjen e përgjithshme të çmimeve kanë ndikuar gjithashtu transporti, shërbimet e restoranteve dhe akomodimet, mobiljet dhe pajisjet e shtëpisë, pijet alkolike dhe duhani, si dhe aktivitetet e argëtimit, sportit dhe kulturës, ndërkohë grupi vetëm që ka regjistruar ulje çmimesh ka qenë ai i veshjeve dhe këpucëve. Rritja e inflacionit mbi objektivin vjen për një periudhë kur Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se ekonomia mbetet e ndikuar nga faktorë të jashtëm, përfshirë pasigurinë në tregjet ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike. Institucioni qendror ka bërë të ditur se ecuria e çmimeve do të mbetet një nga treguesit kryesor në vendimarrjen e ardhshme monetare, ndërsa zhvillimet ekonomike globale mund të sillin presione të reja mbi inflacionin.